Përshëndetje shenja e binjakëve, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi budallaj, kalorësi i shkopinjve, 3 monedhat, 3 shpatat. Java nis me budallajin, që nënkupton se ju hyni në këtë javë me një ndjesi lirie. Ju dëshironi të filloni diçka, të lini pas peshat, të hidhni një hap besimi pa e ditur saktësisht se ku do t'ju çojë. Ka një pafajësi këtu, por edhe një rrezik të ndërmarr. Pra rreziku është të mos shihni të gjithë realitetin. Më pas kemi kalorësinë e shkopinjve dhe energjia rritet. Ju nuk jeni më thjesht duke menduar, sepse ju po veproni, ka pasion, ka vrull, lëvizje, vendime të shpejta. Me 3 monedhat ju filloni të ndërtoni diçka, një bashkëpunim, një ide, një projekt ose një lidhje që kërkon përpjekje reale, dhe kjo është faza ku ju i thoni vetes, po e marr seriozisht këtë. Por pikërisht këtu del diçka që nuk është shëruar, me 3 shpatat, që nënkupton një plagë emocionale, një zhgënjim që nuk është përpunuar plotësisht, një e vërtet që dhëmb, që mund të jetë një kujtim që rikthehet, një situatë që ju lëndon tani, ose një ndjenjë që ju e kishit shtyr, për disa mund të jetë edhe një lloj tradhtie, që nuk do të thotë vetëm në çift, mund të jetë edhe një tradhti shoqërore. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos vraponi përpara për të shmangur dhimbjen, ndaluni dhe përpunojeni. Nëse e injoroni, ajo do t'ju ndjek në çdo fillim të ri. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 2 shkopinjt, 6 shkopinjt, mbretëresha e kupave, krye priftëresha dhe faqja e shpatave që ranë të dyja njëkohësisht. Në familje kemi një energji shumë interesante, jo domosdoshmërisht të keqe, por komplekse do të thoja unë dhe si e heshtur. 2 shkopinjt nënkupton vendime dhe planifikime për të ardhmen. 6 shkopinjt nënkupton sukses, arritje, vëmendje, dikush që del në pa, një lloj fitore. Ka një ndjesi që familja po lëviz përpara, ose dikush po arrin diçka, që mund t'jeni ju ose dikush në familjen tuaj. Mbretëresha e kupave sjell ndjeshmëri, një figurë femërore shumë emocionale, mbështetëse, që mund t'jeni sërish ju ose dikush në familjen tuaj, por më pas gjithçka bëhet më e thellë, sepse krye priftëresha tregon për sekrete, intuit, gjëra që nuk thuhen. Faqja e shpatave nënkupton vëzhgim, kuriozitet, ndoshta edhe dyshime. Dhe kjo tregon se dikush nuk po thot gjithçka, ka gjëra që dihen, ndihen, por nuk artikulohen. Ka një energji të tipit po shikoj, por nuk po flas ose nuk do të flas. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të dëgjoni intuitën tuaj më shumë se fjalët. Jo gjithçka që duket e qetë është e tillë. Nëse ndjeni që diçka fshihet, mos e injoroni, por as mos e sulmoni menjëherë. Vëzhgoni me kujdes. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi Heremiti, 8 shkopinjt, mbretëresha e monedhave, Hëna. Në dashuri, me Heremitin ka një tërheqje të brendshme tek ju, një nevojë për të qenë vetëm me mendimet tuaja, për të kuptuar çfarë ndjeni realisht, edhe pse disa gjëra nuk ju kanë funksionuar siç prisnit. Nuk është vetmi boshe, është një vetmi që kërkon kuptim. Ju jeni më të kujdesshëm, më të mbyllur, sikur nuk dëshironi të bëni më gabimet e së kaluarës, por kjo gjendje nuk zgjat gjatë. Papritur, diçka ndryshon ritmin, me kartën 8 shkopinjt, që mund të jetë një mesazh, një komunikim i papritur, një rikthim kontakti, ose dikush që hyn me shpejtësi në hapësirën tuaj emocionale. Për disa mund të jetë se ju komunikoni me dikë, pra iniciativa mund të vijë nga ju ose nga personi tjetër drejt jush.
Dhe nga qetësia kaloni në lëvizje, nga reflektimi në ndërveprim. Për disa, teleskopinjt mund të nënkuptoj edhe ndonjë udhëtim. Dhe kjo ju zgjon sepse mbase nuk e kishit planifikuar, por ja që po ndodh. Dhe ky afrimitet fillon të marrë formë dhe të bëhet më konkret. Nuk mbetet vetëm në fjalë apo emocione të shpejta, sepse shfaqet një energji më e qëndrueshme, më toksore, që mund të jeni ju vetë ose dikush që nuk premton shumë, por që e tregon me vepra, pra nuk flet shumë, lejon veprat të flasin për të. Pra, ose ju vetë filloni të silleni ndryshe, pra më të qetë, më praktik, më të fokusuar tek siguria dhe jo vetëm tek ndjenjat. Këtu lind një ndjenjë që mund të ndërtohet diçka reale, diçka që nuk është thjesht momentale, por pikërisht kur duket sikur gjërat po marrin drejtim, fillon paqartësia me kartën e hënës. Ndjenjat nuk janë më aq të qarta sa në fillim, ju filloni të dyshoni, jo sepse keni prova konkrete, por sepse diçka nuk ju jep siguri të plot. Mund të ndjeni që diçka nuk thuhet, që diçka mungon, që ka një pjesë të historisë që nuk e shihni qartë. Në disa raste, kjo mund të lidhet me praninë e një personi të tretë. Por ama e theksoj, në disa raste, jo për të gjithë, ndërsa në disa raste të tjera, kjo është thjesht brenda jush, një lloj frike për t'u lënduar përsëri, një lloj pasigurie që vjen nga përvoja të mëparshme, ose tendenca për të imagjinuar më shumë se sa është realisht aty, dhe kështu ju gjendeni në një gjendje të dyfisht. Nga njëra anë ka një lidhje që mund të jetë e mirë për ju, por nga ana tjetër ka një mjegull që nuk ju lejon të ndiheni plotësisht të sigurt. Ju nuk jeni më personi që hidhet pa menduar, por ende nuk jeni plotësisht të qetë për të besuar. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos merrni vendime të mëdha kur jeni në pasiguri emocionale. Pra, mos u mbështesni vetëm tek ndjenjat e momentit, por as mos e mbyllni veten nga frika. Vëzhgoni, prisni dhe kërkoni qartësi përpara se të investoni emocionet tuaja plotësisht. Nëse diçka është e vërtetë në dashuri, ajo do të bëhet më e qartë, jo më e turbullt. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 7 shpatat, mbretëresha e shpatave, 7 kupat, 6 shpatat. Në punë me 7 shpatat nënkuptohet strategji, fshehtësi, ndoshta dikush që nuk është plotësisht transparent. Mbretëresha e shpatave nënkupton se ndoshta ju mund të bëheni shumë të kthjellët, analitike, të prerë. Pra, duket sikur ju filloni të shihni përtej fasadës. Më pas kemi 7 kupat që tregon shumë opsione, por edhe konfuzion. Dhe në fund 6 shpatat që nënkupton largim, por një largim të zgjuar ama. Jo dramatik, por i menduar mirë. Diçka e tipit po zgjedh diçka më të qetë, më të qartë, larg turbullirës. Dhe kartat këshillojnë se ju duhet të mos luani lojra me njerëz që nuk janë të sinqertë. Nëse ndjeni manipulim ose paqartësi, zgjidhja më e mirë është të largoheni drejt diçkaje më të pastër. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi ndërgjegjësim ose vetëdija. Dhe kjo kartë është çelësi i gjithë javës për ju, sepse ju nuk jeni këtu për të reaguar, ju jeni këtu për të kuptuar pse ndjeni, si ndjeni, pse tërhiqeni nga disa situata, pse disa gjëra ju lëndojnë ende. Pra, ju duhet të jeni të vetëdijshëm për veten tuaj në çdo moment, mos veproni automatikisht. Çdo zgjedhje këtë javë duhet të vinë nga vetëdija, jo nga impulsi. Paçim!